në bashkëpunim me këngëtarin Kol Oroshi, që njëkohësisht është bashkëpunimi i tyre i dytë brenda vitit 2013 dhe këtij fillim viti. Gane, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Mujtë mu zgjuh herët? Pa i pak problem, veç me knasi u zgjova, sot kur e dita që po vjen televizionin se nesh. Mirë se ke ardhë. U zgjova mirë. E thash që këngën Hapi i parë, kështu titullohet kënga e re, po? Është kënga e dytë që ke realizuar së bashku me Kolën, në duet? Po, është kënga e dytë me fillim viti 2014, e lam që të lansohet edhe klipi. Është realizuar në Max Production klipi, kënga është punu nga Ilir Berani. Është një këngë që me të vërtet suksesin e madhe pat forca e fatit, një balad shumë i mirë. Shpresoj që edhe kjo të ketë pat sukses. Para se të kalojmë tek kjo këngë, që do të promovojmë në fakt sot, flasim për forcën e fatit që gjithashtu është një balad, klipin e se cilës se keni realizuar po ashtu në Shqipëri dhe nëse nuk gabohem edhe atë ka punuar Po i njëjti kompozitor, unë drejtë më thonë, nuk janë ashkalloj edhe tjertë kompozitor, po Ilir është i vetëmi ai që me të vërtet mi qëllon këngët e mia dhe them prej miropafshim që është një mega hit që sot e 14 vita ajo këngë veç është prezente dhe në dëgjohet. Unë për vete e kam një nostalgji të veçantë për ndërgjoja. Miropafshim në Kosovën e lirë. Po, e kështu që Ilir Berani është i vetëmi ai kompozitor që me të vërtet e din çka duhet, të punuar për momentin, për mu. Kështu që me Kolën ka qenë një bashkëpunim që unë e kam mirë prit bashkëpunimin me Kolën, se Kola me të vërtet është një këngëtar i mirë, meriton, ka vlera shumë të mëdha edhe forca e fatit ka qenë një prej asaj që është nis një hapi i parë me të. Kështu që realizum këngën e dytë edhe e titulluam Hapi i parë, kështu që besoj që do të ketë sukses dhe kjo këngë. Mirë, sigur po përshtatnin në bashkëpunim me Kolën, që në përshëndesin, që nuk ka pas mundësi tjetë këtu. Se Kola veç ka qenë për promovimet e klipit, po u dash të shkojnë në Zvicër, sa jeton në Zvicër. Edhe përshëndes edhe unë për zemërsisht, se është një vokal shumë i mirë, kështu që jemi përshtatë si dy vokale. Edhe Ilire ka ditë që neve na shkon bashkëpunimi, kështu që mirë ka hecë deri tash. Mirë, sigurisht edhe këto dy këngë edhe pse janë balada, megjithatë sikur i shtojnë kërkesat për t'ju pasur në përmbrëmje të ndryshme, qoftë brenda apo jashtë. Po drejtë më thonë, kemi pas shumë mbrëmje, kemi pas shumë oferta, kështu që shpresojmë të ketë edhe ky vit sukses, siç ishte edhe viti para prak. Gane, sa vite të banë që je në skenë, je mjaft moti që këndon? Banja ka fillu qysh si fmit, them, edhe në skenë diku afer 24-5 vite po banë tash. 24? Mjaft shumë. Bagazh i madh, drejtë më thonë, prej 90-ave veç kam qenë shumë aktive me Elitën 5, bashkëpunim mandej me Ilerët, mandej shumë turneja të gjata në për Evropë, edhe kështu që realizime, non projektet mia, solistike. Një kohë ke pauzu pak nga muzika, sikur je tërheq? Po desht atjem pak ma tërhekur është pikërisht ajo koha kur u bon trafikin ngarkuar i këngëtarëve. Drejtë më thonë, po desht atjem ma tërhekur për shkak se jo që nuk kam qenë aktive me muzikën, kam dëgju gjithmonë që apo ndodhë, që apo bëhet. Kështu që vetë desht atë një pauzë tjetë që ma mirë të bëj rikthimin, ashtu që t'jem ajo ganja që shka qenë gjithmonë. Dhe sa ja ke dalë, sa je kënaqur me... Po drejtë më thonë, unë me rikthimin tem jam shumë e kënaqur. Unë këm realizu afer 5 projekte të reja, 2 bashkëpunim me Kolën. Dhe 2 i ki single? Dhe 2 solistike vetë, po një e kam, dhe më thonë, rikthimin e pare këm ba me një këngë i natit punuar nga Ilir Berani, ajo ka qenë për programe festive. Mandej hija skojt nga virusi, kështu që unë për vetë jam shumë e kënaqur me rikthimin tim. E kam pas një ekip shumë të madhe, prej kompozitorit Ilir Berani e deri te stilistët e mia, deri te ato që janë kujdes për me dalë në skenë dhe sot dhe gjithmonë Saloni Shrollka që gjithmonë janë kujdes për mu, stilistët e mia, klasat e le, e mos flasim për përkrajen e meqve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, televizioneve, si që është nisë kështu që... Pas kësaj këngë, Hapi i parë me Kolën, a je duke punu në ndonjë projekt tjetër, apo? Unë veç kam fillu një projekt solo temin, edhe besoj që nuk po të ceku kur periudhën, veç ma mërmanja që shpejti do tjetë edhe programin projekt. Përveç muzikës tash sa kur që u bon që ju ke rikëthy, a je duke më marrë me diçka tjetër? Po në studime jam, mirë po hecim punë, në studime mirë. Qka? Ekonomikun, marketing.
sa mire mundesh me menaxhu vetën. Qyre na ja dim punën vetit edhe nuk e kem problem për menaxhim, kështu që... Kështu, a ke planifiku të realizosh ndonjë albume që tash the që vitin e kaluar i ke pas 2 solo, 2 këngë, më pas 2 bashkë me Kolën, që po bëjnë 4 këngë? Po, mendoj album njerë s'kom planifiku. Jo që fitohet prej albumit, po thjesht tjetë. Jo, mire kisë është bashkë. Se unë kur i shof albumet e mija, nëm projektet mija solistike është dyqysh knasësi kur i shë ato. Mirë po, tash puna albumeve veç ka fillu ramje, nuk po bëjnë albume. Unë me qenë se këto këngë që e kom bëha, dhe disa do i bëje do të përmbledit ama një album timin, pëse jo le tjetë kush dëshiron të ndëgjoj ganën, ti ketë krejtë gjitha këngët me një vend. Aja është, mendoj që është një investimi mirë për këngëtarën, se fatkeqësisht ka tek ne këngëtarë që kanë pas këngë që janë pëlqy, kanë qenë hite mirë, por nuk kanë asnjë videoklip apo album të realizuar që i bjen që vinë këtë botë dhe shkojnë pa lënë gjurmë ashtu. Mirë, gane para se të dëgjojmë këngën hapi i parë dhe të shojmë videoklipin e realizuar në Shqipëri, a ke diçka për fund në shtu? Unë nuk kam për të shtu kur që, thashë dhe ma herit, falenderoj shumë njerës që më kam përkrahur këtë projekt, falenderoj Kolën, që me të vërtet ja kemi dhonë hakun të dytë asoj këngë, besoj që do të ketë sukses, si që i ceka dhe ma herë, do më thonë, prej kompozitorit të Emilir Berani, Gilit, njerëzve, familjarve, salonin Shovolka, klasa ateljen të gjithë i përshëndes që kemi qenë një ekip me të vërtet e madhe dhe suksesi nuk ka mungu. Turojmë suksese dhe më tejtë, falenderit shumë. Falenderit nga ju. Miq të dashur, me mua dhe me ju ishte Ganimete Abazi, apo si që njohim si Ganja, dhe për fund të kësaj bisede do të dëgjojmë këngën, do të sjellim premier videoklipin hapi i parë në duet me këngëtarin Kol Oroshi. Dhe rikthehemi më pas për të vazhduar edhe me materiale tjera që kemi përgatitur në kuadër të programit të mëngjesit për ditë të mbarë.